Një seancë gjatë parlamentare që zgjati deri në mesnatë solli miratimin e aktit normativ për ndryshimin e buxhetit të shtetit për vitin 2025. Majoranca socialiste arriti të sigurojë 85 vota pro, duke përfituar edhe nga mbështetja e Partisë Socialdemokrate për të kufirit minimal prej 84 votash të nevojshme. Në të njëjtën seancë, parlamenti miratoi edhe ndryshimet në Kodin Penal. Gjatë debatit, deputeti socialist Erion Braçe propozoi një amendament për të dënuar me gjob ose burg ata që ushisin produkte të duhanit fëmijëve nën 18 vjeç. Kreu grupit socialist Auland Balla i bëri të ditur Braçe se amendamenti nuk ishte marrë dakordsim paraprake të Komisionit Evropian, duke sugjeruar të tërhiqte propozimin dhe ta risjellë më vonë. Braçe nuk e pranoi sugjerimin dhe amendamenti nuk u kalua me 82 vota kundër, 10 pro dhe 1 abstenim. Një tjetër amendament i deputetes Jorita Tabaku u rrëzuai gjithashtu, ndërsa socialistët shprehën unitet për ndryshimet kryesore të Kodit Penal. Seanca shënoi tensione të brendshme, por majoranca arriti të finalizonte votimin për çështje kyçe pa pengesa të mëdha, duke garantuar zbatimin e ndryshimeve në buxhet dhe ligjin penal.